ndikim. Dikim pak çfarë ka deklaruar për këtë kompaninë e famshme që duhet ishte në fakt për prodhimin e armëve edhe instrumentave të tjerë të mbrojtjes, por që rezulton që është problemi pastër financiar, ku eksaktësisht blerja e lobimit huaj shfaqet shumë interesante. Një emër i cili bën pjesë edhe tek Air Albania, ka qenë tek Air Albania, një emër të cilit u kërkua që t'i lihej edhe territori i ambasadës shqiptare në Washington, u kërkua që t'i lihej edhe menaxhimi i borxhit dhe së fundmi është lënë në dorë një kompani e çuditshme e cilën mund të japësh më shumë shpjegim, Artami. Ja çfarë thot Arben Ahmetaj për Kajon. Ron Jefet, i njëjti person që ka dashur t'i jepet nga ana e kreut të organizatës tereni dhe ambasada jon në New York, i njëjti person që ka tentuar t'i japi borxhin publik dhe unë e refuzova, tani i jep e bën partner kryesor privat tek Kajo. Kajo është aferë korruptive. E bukura është që këta kanë ndruar komandantin e forcave toksore para një muaj. Le ta investigojnë. Kanë vënë një njeri të lidhur me një mik të familjes së tyre, të përmendur shumë shpesh në media. Kanë vënë vllajin e mikut. Nuk e them kot, një ditë kur mos ta arrin do ta investigojnë gazetarët, po e dini pse? Se fondet e Kajos janë tek zëri i Ministrisë së Mbrojtjes në komandën toksore dhe duan të bëjnë rrushe kumblla parat e shqiptarëve me Ron Jefetin. Ky emër që qarkullon, po korrigjoj pak veten, konsullatën tonë në New York, Toka. Po nuk habitem që të kenë kërkuar të japin tokën e ambasadës në Washington, Bushat. Ja u ke shtuar në mendje se nuk u ka shkuar. Ç'më desh dhe mua po ha. Shikoj, është si të më thotë trendit e reja që po bën rilindja. Jo, më fal, tan se jam interesuar. Në Washington nuk ka kulla. Nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë. Ka New York. Ta bëjmë edhe Washingtonin me kulla. Nuk ka ndërtime të larta. Po ai dorë Manhattan. Është Manhattan. Është Manhattan. Ka bërë, po mirë, rikonjuncioni që ka bërë, pas ka pasur një ide. Jo, më është serioze si. Është serioze gjë. Jo, ka pasur oligark nga Shqipëria që janë ofruar ta bëjnë bashkë me Ron Jefet. Tani, ajo që Arben Ahmetaj dje tha me shumë si them e skicoi, është pikërisht fakti që kjo sipërmarrje që kërkon të bëj kryeministri jo, apo qeveria jo, kërkon të gjej një valvulë shkarkimi të parave sërish të buxhetit shtetit. Dhe për më tepër jemi në momentin ku Shqipëria si shkërkuar me insistim, edhe për shkak se është vendantar i NATO-s, që të rrisi shpenzimet në kuadër të rritjes së sigurisë së vendit. Dhe që të rrisi shpenzimet, ajo do t'i kanalizojë pikërisht në disa fusha ku Shqipëria ka dhënë garanci se ka mundësi ta përballojë. Dhe një ndër to është ndërtimi një infrastrukture të re apo një industrie të re, e cila do të jetë pjesë e industrisë ushtarake kombëtare. Ne e shkatruam industrinë që kishim. Dhe tani po bëjmë këtë gjë tjetër, por Rama ka bërë një fushat, siç bën gjithmonë, bëri një fushat nëse kujtoni gjatë vitit të kaluar dhe e promovoi me të madhe që Shqipëria do të jetë një vend i rëndësishëm në rajon. Për industrinë ushtarake do të hyjë në prodhim dronësh, në prodhim mjetësh të blinduara, transportues të blinduar, në municion dhe në lëndët eksplozive. Për këtë ne kemi pasur dhe tradite, kombinatet tona të vjetra. Mi po tani thot ai, kjo gjë nuk mund të bëhet më se ne nuk kemi më të njëjtën fuqi punëtore, nuk kemi më të njëjtën specialist. Kjo gjë do bëhet me paratë e shtetit shqiptar, por kjo do të bëhet nga investitor privat ose nga sipërmarrje private. Dhe nisi si kompani shtetërore në 100%. Shkoi 45 derisa përfundoi 20. Kjo është e bukur në gjithë histori. Pra, ai e paraqiti pak a shumë për marrë shembull të qartë për shikuesit, si taprin senatorët. Na mbytën 6 muaj që Shqipëria ishte full me plera me mbeturina, dhe pas u bë emergjenca, na treguan re tek tymi që ndizeshin nëpër fusha, sa na u bë bindë se që duhet ishin ndërtuar senatorët. Pastaj vetëm senatorët spanë, edhe në rasti konkret. Premtimi i tij që ta kthejë Shqipërinë në një fuqi rajonale, e cila do të hyjë në industrinë ushtarake.